Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, sot me lejen e Zotit të Madhërisëm do të fillojmë të bisedojmë diçka në lidhje me 5 shtylla mbi të cilat ndërtohet jeta e njeriut në përgjithësi. Do të flasim diçka në lidhje me disa shtylla të cilat i shërbejnë njeriut në këtë dunja me kuptu jetën, me zhvillu jetën dhe me arrit qëllimet më të mira të jetës. Sepse qëllimi i fesë është njeriut me lehtësu jetën, me lehtësu brengat, me motivu, me shty tutje përpara, me mbështet në rrugë të jetës. Kjo është qëllimi i fesë. Feja nuk është barë për njerin, nuk është pengesë për njerin. Përkundrazi, feja është motiv që duhet me motivu njeriun me pas vullnet për jetën, për familjen, për punën, për shoqërinë e kështu me radhë. Dhe ka disa rregulla, disa shtylla mbi të cilat ndërtohet jeta e njeriut si individ, si familje, por edhe si shoqëri në përgjithësi. Janë 5 shtylla vëllezër të ndershëm mbi të cilat ndërtohet jeta. Shtylla parë është besimi. E dyta është dituria. E treta është puna e ndershme, puna e mirë. E katra është durimi dhe e pesta është drejtësia. Këto janë shtylla mbi të cilat ndërtohet jeta. Për shembull, njerëzit vinë jetën e kësaj bote në kohën kur ka thënë Zoti i Madhërisëm me ardh dhe fillojnë rrugën e jetës. E për të arritur qëllimet e jetës, çdo shtylla janë kryesorët mbi të cilat ndërtohet pastaj jeta edhe individit, edhe familjes, edhe shoqërisë në përgjithësi. Dhe e para vëllezër, sepse sot do të flasim për të parën dhe pastaj xhumave tjera një nga një. Shtylla e parë mbi të cilën ndërtohet jeta është besimi. Besimi në Zotin e Madhërisëm. Sepse Ai e ka krijuar jetën. Ai e ka krijuar tokën dhe ka zgjedhur tokën për njerëz. Ai e ka motivuar njeriu, ai e mbështet njeriu, ai ka krijuar do ligje që suni thën njeriu dhe gjitha këto ligje janë në dobi të njeriu, prandaj shtylla e parë mbi cilën ndërtohet jeta është besimi. Besimi në Zotin e Madhërisëm. Nuk ka rrugë tjetër në këtë dunjë më të sigurt, më motivuese, më e saktë se sa me fillu njeriu jetën me besim. Me besim në Zotin një dhe përmes besimit njeriu me ndërtu jetën e kësaj bote, aq sa i ka dhënë ymër Zoti i Madhërisëm. E di ç'është është puna e besimit vëllezër, o diçka që s'kompenzohet. Në këtë dunjë mundesh me humb dhe me fitu, por nëse humb në besim, më nuk fiton asgjë. Dështon me gjithçka. Zoti i Madhërisëm e ka krijuar njeriu, edhe interesant që do të flasim edhe herave tjera, ja ka siguruar rrezikun. Mirë, po ja ka shpërndar rrezikin. Edhe sikur se më thon njerit për shembull i ki 100 rruza, si shembull. Edhe këto 100 rruza dush me mbledh për 2 minuta. Të shpërndare dikun, të ti i gutë shpejt dhe i mbledh. Jeta njeriut është kështu. Allahu e ka kriju njeriu me rrezik. Ja ka shpërndar rrezikun dhe për shembull i ka thonë ky njeri ka jetu 60 vjet. Për 60 vjet që kam i mbledh copat e rrezikit. Sa jetë edhe kam e përfundu misionin. Por njohja Allahut azza wa jalla mbi gjitha. Por me njohë Zotin e Madhërisëm është detyrë shumë e madhe. Sepse për këtë s'ka alternativë tjetër. Pra shtylla e parë mbi cilën ndërtohet jeta vëllezër është besimi në Zot, sepse shumë gjëra në këtë dunjë njeriu as nuk i kupton, e as nuk ka detyrë ti mi kuptu. E as nuk e ka për detyrë me arrit atje. Shifë vëllezër për shembull ne shpesh herë ngritmi kokën ka qielli dhe shohmi për shembull re të ndryshme. Vallë, a mos është njeri për gjelës për to? Jo. A din ti çka ndodh nalt?
Jo. Keme kalu jetën se bote dhe kur kush s'ka më të pyet pse lëvizën ato ashtu, se sot detyrë jotja kjo. Sa që, për shembull, sepse këtë dunja e ka kurdisë Allahu xhallahu ala, dhe ajo është i cili e man dunjan gjallë. Për shembull, çish po thojnë në shkencë, ka mundësi me pas me triliona litra ujë një re. Me dalë pe kontrolës ajo, dhe me inshu me triliona litra ujë me një vend. E di shka i ban ati vendi? E fundos me gjithë shka. Por ai që i ka kurdis është Allahu xhallahu ala. Ai çka ka thonë në Kur'an, thotë ne majmë në kontroll. Edhe aja zbret shivin me pika veç sa i duhet tokës. Atë pyeti dikush për atë punë? Jo, s'është punë jote kjo. Dikush tjetër u kujdes për ty, Allahu. E që ky Zot që u kujdes për ty, të ka prunë këtë dunja, të ka dhënë të mira, ai të ka porositur që ti me njoft Zotin e Madhreshëm. Me fillu jetën me besim. Vëllezër, një shem thjesht sepse tema shumë e gjanë. Keni pa kur të lind fëmijat e muslimant, ne e thirr mirzanin në veshën e djathtë. Sepse të parën fjalë që e nin, ka më një fjalën Allahu është më i madhi. Allahu është krijuesi. Ai të ka zgjedhur me ardhur në këtë dunjë. Ai ta ka dhënë shpirtin. Të parën fjalë që e nin vesh, truni i tij që fillon me dedektuza, e nin fjalën Allahu Akbar. Allahu është më i madhi, ai që ka kriju. Me një farë formë i thu, mirë se erdhen këtë dunja ku kriju si kësaj bote o Zoti i Madhreshëm. Ti ke jetu me një botë më shef me në muaj, s'ke ditë kur gjanë. Qështu Allah azza wa jall, ne kemi krijuar njerin, e kena nxerr për një barkë që s'ka ditë kur gjanë. Kush e ka ditë në barkun e nanës se kjo botë është ka që gjanë? Kush? Kush ka pas informacione për jetën se bote? Cili për njerëzve ka pas informacione? Allahu kur ti përmend Kur'an e tapat e krijimit të njeriut, ja përmend edhe këta. Thotë e kam kriju njeriu në barkun e nanës, ai s'ka ditë kur gjanë. S'ka pas asnjë informacion për jetën. Hiç zero. E pastaj thot me lejen dem i jap një uri që ai ta kupton për shkakun jetën se bote. Pra vëllezër të ndershëm, besimi në Zot është shtylla. Feja është preambula, shtylla mbi cilën ndërtohet jeta e njerëzimit. Nuk ka më të rrezikshëm se sa ai njeri ose ajo shoqëri e cila frymëzohet, edukohet pa fe. S'ka më të rrezikshëm. Nuk ka garancion jeta njerëzore nëse shkput njeriu prej fesë. Sepse njeriu pa fe bëhet i vrasht. Ai nuk din ku ne ja përgjësi. Për këtë arsye, jeta vëllezër të ndershëm ndërtohet fillimisht me besim në Zotin një. Nëse se ke njohur Zotin, s'ke njohur kur gjanë. Nëse se një Zotin, ti s'ke me njohur dunjan. Ti s'ke me ditë qëllimin pse jenë këtë dunjan. Ti s'ke me kuptu misionin pse jenë këtë jetë. Ti s'ke me ditë kur na kemi bërë rob këtë dunjan. Sepse ato që kanë zëvendësuar Allahun e vërtet me Allah atjerë, ato i banë në rob shumë Allahave tjerë, Allah e nërujt, shumë zotave të kotë. Sepse nëse si bash robit vërtetit, kemi bërë robit pa vërteteve. E pastaj kemi kriju imazhe ndryshme të jetës, edhe kemi harxhu jetën, pasurinë, shëndetin, komplet jetën në rrugë të gabuar dhe në fund kemi kuptuar se ke shërbyer dikujt tjetër. Pra besimin e Zotit është shumë i rëndësishëm. Kjo botë e ka një krijues, e ka një sundues, e ka një përcaktues. Por ndryshe s'kish funksionu kjo jetë. Keni pa në kohën tonë që shkrenohemi se njerëzimi ka mërin shumë nalt. Edhe mirë që ka mërin, dhe do të me mërin. Megjithatë është vetëm një pikë ujë në oqean në krahasim me këtë botë. Hala ka pjesë tokës që si njeh njeriu. Se mos flasim për detrat. Por ti si e përgjigjesh për atë punë. Ti e njeh Zotin e Madhreshëm edhe i kryen detyrat aq sa ki potencial.
Sepse njeriu nuk është krijuar me pas potencial të mbinatyrshëm. S'është krijuar. Sa do që truni të jetë i aftë, me kuptu gjanat përsëri në raport me disa gjana tjera, nuk është i aftë. Ato puni kryen besimi. Për ndryshe s'ka kuptim jeta. Pra besimi në Zotin një është preambula mbi cilën ndërtohet jeta. Mësoni, edukoni, frymëzoni fëmijët e ju me njohë Zotin e vetë. Nëse ka njohë Zotin, ka me të njohë dhe ty si prind. Ka me njohë detyrat që kanë këtë jetë. Ka me kuptu misionin. A nësaj se njeh Zotin, e zhvillon jetën në kaje të gabuar dhe në kundërshtim me parimet e Zotit, ai s'ka me kanë jaftë për vetën e vet, e mos flasni për dikën tjetër më. Pra besimi në Zot është shumë i rëndësishëm. Dhe një detaj shumë të shkurtër, keni parë, për shembull, tham fillim kur të lind fëmia në të parën fjalë që ja mësojnë në vesh, që e nin veshën njeriu të nin fjalën Allahu Akbar, Allahu Akbar. I madh është Allahu Gjelle Wala, ai që të ka prun këtë dunja, që të ka kriju ka që bukur, ka formësu. Edhe ti, bismillah, fillohet tash jetën, asa të ka dhënë Zoti ymër, me të duke njoftë Allahun Gjelle Wala. Duke njoftë Allahun Gjelle Wala. Dhe pastaj del për kësaj bote me misionin për cilën e ke përfundu në jetën e kësaj bote. Zoti madhërisht vëllezër thon në Kur'an, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Mësoje, dije, kuptoje se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut Gjelle Wala. Urdhri më i madh që ka njoftë ndonjëherë historia e krijesave, tokës dhe qejve, e pastaj njeriu që ka ardhur me vonesë. Urdhri më i madh është që ka dalë me herë për Zotit, është urdhni njeh Zotin tanë. Wallahi ai cili se ka njohur Zotin e ka përmbys fatin e vet. Ai cili ka ardhur këtë dunjë dhe Allahun se ka njohur, ai ka dekapitulu fatin e jetës vet. Ai ka nënshkruar fundin më të mërshëm të mundshëm. Sepse ka mohuar ai cili s'mohohet. Është larguar prej atij që s'ka ikje. Dhe ka zhvillu jetën në kahë të gabuar me ata i cili ka dhënë jetën. Rabbul Alamin. Nuk ka më shtrenjtë në zemrën e njeriu se sa besimi. Nuk ka më shtrenjtë. S'ka vlerë më të madhe kjo botë sikur se mos i shpat besim. Besimi është shumë i rëndësishëm. O rini e ndershme, mos i ngoni prallagjitë që flasin qoshëve të dunjas dhe konsiderojnë besimin si çështje e tretë, se ata të fundosin vetën e ty. S'ka më prioritet këtë dunja se sa me njohë Zotin. Qysh ke ardhur musafir në këtë dunja dhe pronarën e jetës nuk e njeh? Çka njeh ti nëse se njeh pronarën e jetës? Çka? Kush mund me kanë më rëndësishëm se Allahu për ty? Dënja këtë pyetje vetës dhe jep një përgjigje vetë. Kush është më rëndësishëm se Zoti për ty në këtë dunja? Kush? Me çka e kompenzon Zotin e mëdhërisht? Të gjitha ato që ti ke vënë në peshore përballë Zotit, të gjitha ti ka dhënë Zoti. Edhe të gjitha komë ti marr Zoti. Edhe apet s'ki ku me shku për verset e Zotit. S'ka më të rëndësishme se me njoft rrugën, me njoft Zotin e mëdhërisht, krijuesin. A e dini vëllezër që feja është lehtësim për jetën e njerit. Feja është garancion për mendjen e njeriut. Feja është garancion për moralin e njeriut. Feja është garancion për pasurinë që ka njeriu. Dhe feja është garancion për jetën. Ti jeton i qetë, sepse ke besu Zotin, edhe shumë pyetje që sillen vërdall në mendjen tënde dhe s'ka përgjigje, sikurse këtë libra të dunjas ti lexojna, përgjigjen e merr në fe. Dhe kupton se kjo botë s'është e rastishme. Dhe njeriu është i përkohshëm. Një misionar i vjetër në këtë rrugë, por që është krenar vetëm nëse është
frekuenca të njëjta me ata që ka kriju Zoti i madhrishëm. Pra me njoftë Allahu xhallahu ala s'ka detyrë më të mirë, më të shenjtë, më prioritare se sa kjo. Dhe ne jetojmë të qetë. Vallahi, edhe kur dalmi për se botë jemi të qetë. Sepse shkojmë dur të sigurta. A di sa kanë frikë ata që s'besojnë? Sepse ku kanë me shku ata? Kush i pret ata? Ku e kanë shku fundin ata? E ne jemi të qetë në muslimantë. Në shtratën e vdekjes komunikojmë me veten, edhe Allahun e kemi dëshmitar. Dhe në gjuha tona ripërsëritet dëshmia: o Zot, ti je një. Unë me lejen tënde edhe në këtë dunja dhe po e mbylli fletorin e jetës tem. Edhe të kam besu hak. Dhe e di që takimi me ty është i pashmangshëm. Shpresojnë mëshirën tënde, në falën tënde, dhe e di se nuk jam askund i sigurt përveç se te ti o Zot. Siç ka thënë Allahu xhallahu ala, la malja ila Allah, s'ka ikje përveç se te Zoti i madhrishëm. Çdo hap tjetër që e çet ke shku, je nis për te Zoti. Andaj lumtë ata që kanë njoft Rabbul Alamin në këtë dunja, ju kanë bërë rob Zotit, edhe dinjitetshëm jetojnë këtë dunja. Dhe sa me pafat janë ata të cilët e kanë zavendësu Zotin me diçka tjetër dhe janë bë kahrën këtë dunja, ty u bën rob lloj ideje, lloj fuqie kështu me radhë. E ne kemi zgjedhje bëhemi rob Allahut subhanahu wa taala, sepse prambula se botë është njohja e Zotit të madhrishëm. Unë po e përfundoj këtu për shkak të kohës, dhe sot e pasti musafir hoxhën e nderuar Artioni, i cili ka ardhur prej Kairos me një zonë shumë të bukur dhe ne freskon zemrat me lejen Allahu xhallahu ala. Zoti ju shpërblet.